Mirëmëngjes dhe përshëndetje jemi që jemi bashkë edhe sot në takimin e kësaj të mërkure të datës 10 qershor 2026 ora 7 fiks nisim emisionin ora juaj dhe për ditën e sotme si zakonisht do të qëndrojmë këto 2 orë para të mëngjesit edhe për sot si për herë nga hëna në të premte prej orës 7 deri në orën 9 fillimisht duke u përpjekur për t'ju përcjellë disa prej lajmeve, ngjarjeve dhe zhvillimeve kryesore të orëve të fundit dhe për të rikthyer pas pak minutash në pjesën e komunikimit të drejtë për drejtë. Me zhvillimet nga vendi në oranews.tv është ky liçeni më i bukur në Shqipëri. Sokta 2026 prezantohet në Tiranë, Hita, krimi organizuar po bëhet më i sofistikuar. Ekskluzive pamje të siguruara nga Oranews, mira protestues pushtojnë rrugët e Tiranës. Jo vetëm flamuj kuqezia çfarë nuk u pa nga protestuesit dhe pankartat e tyre. Zhduket i riu turk në Tiranë kërkohet ndihmë për gjetjen e tij. Ndreca fundi i sistemit nuk vjen nga shpendi heroik, por nga reagimi popullor. Qytetari në Zvërnes u dëroi zvarr, policia nuk reagoi. Karaj, ngjarja u injorua nga disa media tradicionale. 35 vjet han pa porta kame, protesta po ndryshon vendin, Shqipëria po shkon në drejtimin e duhur. Qytetarët e duan Shqipërinë, sefa pavarësisht pengesave, protestuesit po shtohen nga dita në ditë. Shqipëria po drejtohet nga njerëz me diploma të blera muka, prandaj arti dhe arsimi janë në krizë. Ish luftëtari UÇK-s u përdor Kosova si kusur për aleancë me Vučićin, mos na detyroni të marrim hapa që nuk dua. Ish komandanti i flotës detare Zvërnes ishte pika e ujit që mbushi gotën. Nesër më shumë fjalimet përfundojnë, mira protestues vërshojnë drejt rrugëve të Tiranës. Progri nga protesta po sulmon influencerat sepse rrëzuan muret e propagandës. Liderët e rinj janë mesjush, jo te politika e vjetër. Aktori godet Gjent Bajko, ndryshimi do të vijë nga qytetarët. Dita e 5 e protestës në Korçë, qytetarët, Shqipëria po zbrazet dhe askush nuk po mban përgjegjësi. Aksidenti i rënd në Korçë Maliq përmbyset mjetin në rrugë, një plagosur drejt urgjencës. Mjetet nga Tirana po na marrin klientët, taksistët në bojkot, protesta para bashkisë në Sarancë, mbjetojmë dot me këtë konkurrencë. Gjendën 2 turistë që ishin zhdukur në malin e polisit në Librazh. Dita e 10 e protestës kundër projektit në Zvërnes, qytetarët mblidhen sërish në sheshin Skënderbej. Hetime për pastrim parash dhe grup të strukturuar kriminal në dosjen e pronave të Vlorës. Emra sekuestrohen rreth 7.000 bim kanabis, Hita pezullon 3 shefat e komisariateve të Shkodrës, në Velipojës nis hetimi për 2 të tjerë. Karta rinore europiane në Tiranë, Shqipëria pret për herë të parë konferencën europiane. Punime në sistemin energjetik, autoritetet njoftojnë ndërprerjen e përkohshme të furnizimit me ujë në Durrës ditën e sotme. Emri i dënuar me 15 vjet burg për trafikim të qenieve njerëzore. Arrestohet 42 vjeçari shqiptar në Itali. Emrat gjykata lart kthen për i gjykim dosjen e tenderit 28 milion euro të uniformave të policisë për shkelje në tendera dhe shpërdorim detyre.
Ardhimi i Spakut për pronat në Zvërnec. Prokuroria zbulon kontratat mes Artur Shehut dhe Redis Rrugës. Video njëri në parashikimin e motit për ditën e sotme. Fotolajm, ky është Armand Shakaj, që po kërkohet nga policia për rrëmbimin e shokut të tij Eglant Koçi, dyshohet se ka ekzekutuar. Telat me gjemba rrethojnë Baksriollin, banorët po na përkombin dinjitetin. Dhullimi i drejtorit të AKU-s në Shkodër, arrestohet një prej autorëve. Tensione para bashkisë së Sarandës. Taksistët në protest kundër konkurrencës së paligjshme me mungesës së parkimeve. Detajet e reja nga zhdukja e Eglant Koçit, Enea Zyferi punonte si kamarier në lokalin e rrëmbyesit, dyshohet se sekuestrimi 80 kg kokainë në Spanjë, kabet në Shqipëri, koordinatori i rrjetit të trafikut. I zhdukur për 4 qershorit, Eglant Koçi u mor peng. Policia zban ngjarjen, por fati 35 vjeçarit nuk dihet, një arrestuar, një tjetër në kërkim. Plagos gjatë operacionit në Korçë, si paraqitet gjendja e policit e Dison Adri. Fotolajmi gjendet e braktisur në Bovill makina me të cilën u aratis Sadiklani pas vrasjes së 27 vjeçarit në Kamës. Rama në Bregdet nuk ka paga më të ulta se në Greqi e Kroaci. Sfida është mungesa e stafit kualifikuar. Bashkëpunua me Lart Haxhiun, gjykokoi vendimet për Adan Tafanin dhe Kristi Bixhekun. Dështimi me tezat, ministria me të njëjtin justifikim publikimi nuk ndikon në provimin e gjuhës shqipe dhe letërsisë. Ishte postier për këmbimin e kriptomonedave me kesh, gazetari jep detaje për zhdukjen e 35 vjeçarit në Tiranë. Lamallari, lufta jon kundër krimit organizuar, betej pa kompromis. Ekspertë e sigurisë nga alarmin, grupet kriminale strehohen në zonat e Kamzës. Modi kesh shkakton dëme në Kalan e Dodës, por merr përpara 10 krerë bakti. Dosja Buka gjykokoi shtyn seancën ndaj Arben Ahmetaj. Ku mbaron ngel me maturën, dalin tezat e gjuhës shqipe në letërsi pak minuta pas fillimit të provimit. Çfarë ndodhi në Vlorë, 6 arrestuar, 3 prej tyre me nga 2-3 mbiemra sekuestrohen edhe armë. Dalim të zhvillimet nga politika. Nuk tërhiqem nga projekti në Zvërnec, Rama për Associated Press, Shqipëria po tërheq kapitalin e madh ndërkombëtar. Je shumë i mirë një edhe reale, Rama bisedon me Voglushin. Ali Bofsha. Do thonë se me i gugoja. Rama thëmbon sërish blogerët. Pas incidenti me mikrofonin, në fakt, ata kanë shumë. Fieri kryeqyteti socialistëve. Rama, më mbështetën kur më quanin tradhtar. 35 vjetori Partisë Socialiste. Belinda Balluku nga Fieri, krenarisht, shkruam historinë me 12 mandate. Zvërneci dhe Ishulli 2 projekte të ndryshme. Rama ka një kompani, e shprehje interesi, por jo leje ndërtimi. Protesta masive, konferenca i përshkëndore e Shqipërisë politika tu ja përgjigje, nuk mund të njerohet zëri qytetarëve.
kush përfiton dhe kush përjashtohet. Amnistia Bugjet bën listën gati për të dënuarit deri në 31 maj 2026. Tabaku mbron nismën për kujdestarët e fëmijëve me autizëm dhe sindromën Down. Këto familje ka nevojë për mbështetje tani. Arsimi dhe formimi profesional e Rama, mbi 60% të nxënësve punësohen menjëherë. GKK kërkon pushimin e çështjes për Hajdarin. Maliqi, cirk, institucionesh do ta ankimojnë. Konferenca e PPS Berisha për mediat. Shqipëria në krizë, nevojitet qeveri kujdestare. Vasili largimi Ramës na shpëton 1 miliard euro në vit, ruajmë edhe Zvërnecin. Nufi, partneriteti strategjik me SBA, shtyllë kryesore e politikës sonë të sigurisë dhe mbrojtjes. Zgjedhjet Hoxha, urime e Kosovës, presim me interes formimin e institucioneve të reja. Shpron private, Rama për AI Gjazira, për Al Jazeera, qeveria nuk po shet tokë publike, investimin në Zvërnec, bekim për vendin. Berisha në konferencën e PPS në Sarajev, Shqipëria në sallën e urgjencës, në një krizë të thellë politike, institucionale dhe shoqërore. Mandati kryebashkiakut Kuçovës sërish në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve Maliqi, koha e hajdarëve po përfundon. Rendi Muçi po prish protestën, tensionet në tubimi para kryeministrisë, protestuesit përplasen dhe me antarët e FRPD-s. I gjendon grada për Sali Berishën, lajmin e jep në Ndoka. Berisha Rama në aleancë. Nga 2008 ish presidenti Topi mbështet revoltën e qytetarëve. Kjo protestë është kundër sistemit politik të kalbur. Rama flet i vendosur për Reuters, projekti në Zvërnec do të vijojë pavarësisht protestave. Bardhi i përgjigjet Ramës, mos kërkoj armiqti jashtëm për të fshehur problemet e shqiptarëve. Shohim ndërkohë zhvillimet nga rajoni. Mos u dorëzoni, historia shkruhet nga guzimtarët, ambasadori Mejdani, studentëve të Republikës Maqedonisë Veriut, ju jeni brezi i ndryshimit. Europoli zbërthen ska ISIS në Kosovë, goditet rjeti i drogës, arrestohen 5 persona. Numërimi drejt fundit në Kosovë, KQZ pret mbylljen e procesit me 100.000 vota nga diaspora. Zgjedhjen në Kosovë ose bëhet bën thirrje për formimin në kohë të institucioneve. Braktisin 9 mace, 55 vjeçari në Selanik, gjobitet me 270.000 euro. Aksioni madh kundër krimit organizuar, me pastrimit parave, po marrin pjesë dhe përfaqësues të Europolit. Foto Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Osmani kryeson tek LDK-ja, gara mbetet e hapur për numërimin në vijim. Syt nga diaspora, emigrantët mund të përcaktojnë fatin e kabinetit të ri në Kosovë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve zbulon afatet
ja kur pritet të shpallen rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve në Kosovë. Kurdi fiton, por Gjermania dhe Italia nisin me njëherë presionin. Ndërkombëtarët kërkojnë formim të shpejtë të institucioneve. Ambasada e Gjermanisë në Prishtinë na duhet një partner i fortë. Një inteligjencë artificiale pa censuruar, chatbot, që përhap teori konspirative rreth Europës. Lista serbe dhe Rashić përplasen për një mandat. Bojkot masiv i zgjedhjeve në Kosovë, hoti qytetarët dan një mesazh për gjithë klasën politike. Të liqet nga aspirata për president Zen Osmani, emërim s'do bëhet kurrë pengesë për formimin e institucioneve. Zgjidhe projekti fitues për memorialin Adem Jashari në Prishtinë. Radio Europa Lirë, çfarë mesazhi dhan rezultatet e zgjedhjeve në Kosovë? Bashkimi Evropian uron rezultatin zgjedhor në Kosovë dhe apelon për unitet politik. Kriza politike krasniqi të mos e rrezikojmë lojrat mesdhetare, do të ishte humbje e një pjese të pavarësisë. Vota detyrim për marrëveshje, Muhaxheri ja skenari që e çon Kosovën drejt zgjedhjeve të reja në vjesht. Deliri Vjosa Osmani nuk mbahet, lëvizja vetëvendosje nuk kam asnjë arsye të më refuzoj për presidente. PDK zgjedhjet të lira, por të pabarabarta, mos dalja në votim, mesazh kundër qeverisë. Zgjedhjen në Kosovë, Albin Kurti lexon rezultatin, lëvizja vetëvendosje shënoi fitoren e 5 në 7 vjet. Hapi i parë drejt rikthimit Osmani, fillimi i ri për lëvizjen Lidhjen Demokratike të Kosovës, qytetarët kërkojnë stabilitet. Kurti mban vendin e parë, por jo shumicën e dikushme, vetëvendosje bie ndjeshëm, ndërsa briten votat e diasporës. Vullneti i qytetarëve është në kuti. Kurti pas mbylljes së votimit, mbrojtja e çdo vote garanton legjitimitetin e procesit. Dalimi të zhvillimet nga bota. Elinjo me 80% mundësi këtë verë, paralajmëron Organizata e Kombeve të Bashkuara, modi ekstrem pritet të rritet globalisht. Shefi i ushtrisë izraelite paralajmëron një sulm më të thellë ndaj Iranit. Bulgaria ndalon dërgimin e armëve në Ukrainë. Barcelona vishet kuqezi diaspora në protest kundër klasës politike. 4 astronaut drejt misionit Artemis 3, NASA zbulon emrat e ekuipazhit. Irani rrëzoi hapashin ton. Trump kërkon reagim pas rrëzimit të helikopterit në Hormuz. Helikopteri ushtarak amerikan rrëzohet pranë ngushticës së Hormuzit. Forcimi i kapaciteteve mbrojtëse Zelenski takon liderët e vendeve nordike dhe ato baltike. Franca dhe Gjermania tërhiqen nga projekti për avionët luftarak të gjeneratës së re.
Pjesa e dytë e vizitës në Spanjë, Papa Leo i 14 mbërri në qytetin e Barcelonës. Vrasja e 11 vjeçares Ihana tronditi Francën. Protestat të shumta kërkojnë ndërheqjen e ministrit të drejtësisë. Panik në Belfast, burri sudanez sulmon me thik një kalimtar. Video makina shpërthen në lagjen ushtarake jashtë Moskës, ndron jetë shoferi, shikoni momentin e shpërthimit. Skandal kur e prokurori gjykatës ndërkombëtare penale në hetim për akuza me punojësen e stafit. Zelenski sfidon Kremlinin. Presidenti i Ukrainës thotë se Rusia po humbet iniciativën ushtarake. Nafta bie pas armbushimit, tregjet presin qartësi mbi paqen mes Iranit dhe Izraelit. Armbushimi i prishtë Iran-Izrael ndalin sulmet, por kërcënoi me hakmarrje. Tërmetin Filipine rritet numri viktimave 41 të pajetë. Trump marrëveshja e paqes me Iranin mund të nënshkruhet brenda 2 ose 3 ditësh. Raporti alarmues në ndecet sulmuese britanike janë jashtë funksionit. Njëri me qytetin me ushqimin më të mirë në botë për vitin 2026. Paradoksit të pasurit që deklarojnë se mbrojnë mjedisin rezultojnë ndotësit më të mëdhenj. Kina dhe Korea e Veriut hapin një kapitull të ri në marrëdhënie dypalëshe. $440,000 viktima të mundshme dhe shumë pyetje. Pa përgjigje, vizita e Papa Leo 14 des polemika në Spanjë. Mbi $3.700 në sekondë për armët bërthamore. Çifti dhe djali i tyre 9 vjeçar gjenden pa jetë pas rënies së nga një rokaqiell. Rritja e çmimeve të karburanteve ul konsumin në Europë, sinjale të reja nga dalsimi ekonomik. Helikopteri amerikanë zot pranë ngushtisës së Hormuzit mbijetojnë 2 anëtarë të ekuipazhit. Tërmeti fuqishëm godet Kubën, lëkundjet ndihen deri në Florida. 5 viktima në sulmin izraelit në tir të Libanit. Goditje për mbrojtjen evropiane, Franca e Gjermania anullojnë FCAS. Nga Australia në Europë, shtetet nisin kufizimin e rrjeteve sociale për fëmijët. Presidenti i Libanit, Iranin nuk duhet të ndërhyjë në punët tona të brendshme. Dhe në fund lajmet nga sporti. Kombëtarja e vajzave shkruan historinë poshtë me Manita Marinezi dhe kualifikohet në play-offin e botërorit Brazil 2027. Protesta në rrethe kundër projektit në Zbërnes numri pak protestueshis në Elbasani Gjirokastër. Një botëror çdo detaj ka rëndësi, Tuchel investon në një pajisje për të freskuar duar. Barcelona gati të hedhë në gjyq Real Madridin. Presidenti i përkohshëm i katalanasve askush nuk mund të njollos këtë stem. Në sfusha në fokus, Mourinho kërkon lullin portugez të West Ham. Super agenti Mendes nis punën për lëvizjen e madhe. Nga mosha 12 vjeçare në stemën e Teutës Gorea, krenari që jam kapiten s'mendoj të lëviz kurrë. Dronët dhe pa autorizuar, shqetësimi më i madh për sigurinë e Kupës së Botës në 2026. Marquez i pathyeshëm shpresoi të jetë rikthimi im i fundit. Balfin National Volley 2026, kampionati që promovon frymën e skuadrës në kompanitë e grupit. Spanja mbyll misionet me një tris ndaj Perus. Pedri, Enko janë gati për botërorin. Konfirmimi i Fiorentinës se Real Madridi e bën Juve në buzëqesh, Brahim Diaz është më afër. Do jetë një ekip me Muçin, Ruslan Milanovski, familjarët e mi në Ukrainë, raketa dhe dronë. U përjashtua 2 vite për doping, ka zbut dënimi përmes fushorin e kombëtares boliviane.
Zbulon shifrat marramense. Ja sa do të paguajnë gjyqtarët në botërorin 2026. Spanja shon alarmin për botërorin Furit e Kuqe mundin 3-1 Peru në duelin në Meksik. Dortmundi hyn në garë për Aslanin, klubi verdezi duhet të shes lojtar Leipzig në pritje. Dembele ka disa këshilla për Mbappé në prag të fillimit të Kupës së Botës. Spurs sfidojnë parashikimet në poshtin Knicks dhe afrohen në seri. Këto ishin lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit përmes oranews.tv, një hapësirë shkurtër publicitare, dhe kthehemi pas pak flasim me ju, mos u largoni. Dhe kthehemi në studio në pjesën e dytë të programit, të parën e komunikimit të drejt për drejt me ju, si përherë nga ky moment, ora 7:30 ne nisim komunikimin e bashkëbisedimin e drejt për drejt me ju përmes bisedave në dërmëri që keni në të djathtë të ekraneve tuaja në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Mirëmëngjes, telefonata e parë. Mirëmëngjes. Urdhëroni. Unë desha me thonë se kam pak një prapë kërën venin sot se ka është në përshës legalizimi akoma thot. Cili rast të lutem? Legalizimin e banes, si kam zbon 2021. Am dikullaj nga Kruja. A i gjete përgjigjen? Është sa në përshës legalizimi akoma thot. Çfarë date mban ajo përgjigje, Hamdi? Ore, më ka që më tha, e kem bajlam në për kështu tha, përqes legalizimi, nuk thonde se u ka legalizu, përqes legalizimi. Kur nuk ta tha kur ishte kjo përgjigja? Ja. Është në përqes legalizimi, më ka që ta tha. Okej. Kur ta tha këtë gjë? Pardje. E kuptova. Mirë, ma lër mua tani, s'ka gjë. Faleminderit. Dakor? Mirë të gjofshin. Faleminderit shumë për telefonatën. Kemi përcjellë kështu telefonuesin e parë ditës sotme në takimin e kësaj të mërkurë të datës 10 qershor, ora 7:31, ndërsa më herët ju përcollëm si çdo ditë disa prej ngjarjeve, lajmeve, zhvillimeve kryesore të orëve të fundit. Mirëmëngjesi, telefonata. Alo. 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 Flisni, ju lutem. Jemi bashkë, alo, përshëndetje. Ja. Mirë, gjithsesi, s'ka problem. Ju kam thonë që duhet ulni zonën e televizorit pa tjetër, sepse e vështirëson në disa raste dhe pamundson komunikimin e drejt për drejt me ju, që sapo ka filluar në këtë pjesë të dytë të emisionit deri në 8:55 do të jemi së bashku në bashkëbisedim të drejt për drejt, si gjithmonë, nga hëna në të premte prej orës 7 deri në orën 9. Okej. Presim për telefonues të tjerë në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Alo? Alo, Klodi. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, Klodi. Po. Si kaloni, mirë? Mirë, si jeni ju? U kam thënë para, jam nga Pogradeci, nuk në Zhmija që e ke, aty bileti dërgohen që ka thotë të një toke që s'ma nxjerrin certifikatën të sakta. Edhe ta kam dërguar në telefonin tënd, Klodi. Në atë numërin tjetër, jo në këta këtu, se kështu më thatë, ma dërgo në këtë fakt filan numërin. Ku ma ke dërguar që ta shoh? Do në telefoni tjetër, tek numëri tjetër, më dërgove në WhatsApp një numër. Po pra, po ku ma dërgove që ta shoh tani se nga zëri nuk të mbaj dot më. Nuk ka problem. Në fakt duhet i kesh në telefon, po ti nevojë unë ti dërgoj prapë. Jo, mos mi dërgoj prapë, po ku ma dërgove si ta gjej tani nga zëri dhe numri. Në WhatsApp e ke, Klodi. Po si ta gjej, më thuaj të paktën 3 shifrat e fundit ose emër. Po është Nexhmi Jaçe, Pogradec. Po 3 shifrat e fundit të telefonit, kur ma ke nisur? Po të themun. Me 114 është. 114 apo 214? Do di.
E telefoni 069 89 87 714, po. Si është 069 89 79 ashtu 114. Po s'më ke nisur të ky me këtë numër mua ti? Po, të kam dërguar, Klodi. Dhe në fakt po pris njerë, tash mos kush e di. Më ke dërguar nga ky numër dokumente? Po, dy i ke aty në WhatsApp, se kështu më thatë, prandaj. Një sekund. Me 714 e ke në fund, Klodi. Po ti më thua 114, o zotri? Po, Klodi, po, të me thënë u bën... 114 apo 714? Më duke se 714 numri, po. Po, mirë, 714, Klodi. Nderuar, ja ku është numri jot, edhe mesazhi është bosh në WhatsApp. Nuk më ke nisur gjë. Është numri emri im. 06 A është 069 89 79 714. Numri juaj, që sapo më dhe. 78 Klodi e ke. E një 69 89 87 714 e ke në fundë të. 87. Po. Në 13 maj. Po. Po e sakt. I Albania e ke kontrolluar gjatë saj kohë nderuar, po e vërtetë është mangesjen. Po dhe me thëmë, Klodi, unë të kam dërguar e certifikate që ma nëzuar këta, se do Po nuk po them që s'ma ke dërguar. Kjo është toka thua ti që kam rrethuar me stilolapс dhe tjetra është dokumenti me një 109, ndërsa certifikatën e nxorën. Po, pse falso certifikata? Tashti ata e kanë, nësa ajo është diçka pa ngjyra, po në vend të s'ka lidhje, ajo është e printuar, kështu që s'ka lidhje falsoj. E kuptoj, po ajo do të dali një e 800, dhe dali këta e kam dhirë në certifikate, e kam dhirë 1.400 aty, pa ma ta kam dërguar. Jo, mos u ngatronit ajo pjesa i nderuar, sepse është, edhe unë në fillim mendoja që ishin gabim të 1.800, 1.200, 1 kësaj, po këto janë të... Gjithsesi, këto dy të tjerat, plani levimi që më ke nisur dhe kartela e efemerit, për çfarë janë, se ti dokument, si? Është tapia një, sa që është toka... Ti ke aplikuar për këtë 1.800 që ndani? Bravo, dhe këta e nëzorë 1.400. Kam aplikuar jo një, po 3 më bënë, sa japin e njëta gjë. Dëgjoj pak. Edhe ata mbledhin supe, dorë në ngatorojnë kohë. Toka duke ditur se është këtu. Është me tapi të rejtë, të vjetë. Pra ti thua që kjo certifikata, cila ka 1.400, duhet kishte 1.800. Bravo, faleminderit që e kuptoj shumë. Jo e kuptova, ose s'ka gjë për kuptuar kjo, po dëgjoj pak. Ti s'më ke nisur dokumentin kryesor. Klodi, nuk më nëzuar sa që është në metapin që ka dhe në 5.501 me tapit e reja, flasim gjithmonë. Dhe më dha një certifikat falso që ose shikon aty. Po nuk është falso ajo, i nderuar, nuk është falso se është pangjyra. Falso është pangjyra se ka dal nga sistemi ajo, se është me vulë elektronike, nuk ka më falso me. Jo, hiqe fjalë me gjithatë, ajo mund të jetë pasakt, po jo falso. Vinja e kërkoj një lartë një hipotekë, shko të noter, shko këtë... Sepse ti, ka një gjë, dëgjoj pak i nderuar. Sepse këtë certifikatën që ke këtu, që ma ke nisur mua, e ke edhe në Albania po të futesh. E di që është ati, mi po unë duha të ashtë gjithmonë 1.800, sepse këta ky është problemi. Tani të kanë thënë gjë për këtë 400 që në mbetur, apo jo? Po këtë të ashti më thamë një që hajde apliko prap, do të është here 4 po të aplikoj, mi pa është i njëjti noter që ose si të thërë, si topografa, i më nga të ronë në aplikoj prapë njëta gjë o Klodi, se si doja bëj kujt unë i gjojë, sepse e kam... Dëgjoj pak, po pse nuk më nis dokumentin që ke aplikuar atëherë? Keti një dokument që vërteton se ke aplikuar?
Kam, po si e kam. Atë të lutem Anis, edhe unë që sot do ta ripërcjell me dokumentin e aplikimit. Mirë, faleminderit. Nuk kupton sepse më keni nisur certifikatën, planin dhe atë të vjetrën që përcakton sipërfaqen e. Po, mirë do ta nisur. Më fal. Më nis dokumentin, çfarë do lloj aplikimi që të jetë? I pari, i fundit, Je nderuar, rrosh. Po përgjigje zyrtare ke marrë nga institucioni apo jo? Po zyrtare janë gati Klodi, sepse vete në të gjitha adresat thot ku është bërë gabimi. Tash ti gabimi ata më fal dia hedhin topin njëri tjetrit, e si përfundim unë në vend në moraja që ishe jam prap. Duke ditur sepse vetë erdhja i noteri që hodhi tokën në sistem, vetë i ngatëroi, vetë më dërgoi një 2-3 herë në për që paguaj lek në për banka. Haj se s'po pyes për punën e lekut, po pse po e hanë kod 400 metrin, duke ditur se toka është aty edhe. Pse më ngatëroj kod, se ne nuk jemi asë në njerëz kur thonë që të merremi shumë në për, ju rej shumë të gjera, po hajtë më zuri kur thonë. Po pse... E kuptova. Të lutem më nis dokumentin që ke aplikuar. Do ta dërgoj. Falenderoj shumë për telefonatën, gjithë të mirat edhe aty. Ndjesje zgjatëm pak. Kemi telefonat tjetër? Mirëmëngjesi. Alo. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjes. Po, mirëmëngjes, ulë zëri e televizorit. Mirëmëngjes, Klodi. Jo. Më dëgjon nga telefoni, të lutem zotëri. Jam unë ai plaku që mora indizaj për vajpasin për ato lekët. Po, i nderuar. Kur të çelen fondet do të Edhe sot do nis ato, më them nis ato dokumenta. E di, ti nisi për merak, po nuk kam si ti nis ato. Ha? Do i nisësh me post. Lindim. Alo. Ata një të lutem zotëri, mos e ngre zërin e televizorit. Po ajo më tha, po gjeta do të kodin tha. Çfarë kodi? Çfarë kodi zotëri, të lutem se gjithmonë flasim me vështirësi me ju, më dëgjoj me vëmendje, të lutem. Dërgoj me post. Çfarë? Me post dërgoj, me post. Nuk dëgjoj dot o kodi. Kodi. Klodi. Urdhë. Dërgoj me post, me post. Me post? Po. Pa adresën nuk di çfarë të shkruaj. Ora News, kaq shkruaj. Ora News. Po. Se unë kam jurin, se pa ajo më tha nuk di kodin. Nuk ka lidhje fare kodi, nisë në adresën e vetëm kaq, Ora News. Nuk ka nevojë për kod. Si thamë? Nuk ka nevojë për kod. Po qatë numrin e telefonit të televizorit? Ma nis me post, të lutem, në adresën e Ora News. Mirë, faleminderit. Dakor, të lutem, faleminderit edhe ty për telefonatën. Presim tjetër, mirëmëngjesi. Mirë dëgjofshim, alo. Okej, alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Si e Klod, si e kalon? Mirë, si jeni ju? Mirë. Jo flasim në Belshi. Po? Duhet ngri një shqetësim. Me datën 15 shtator unë jam arrestuar me 2 akuza. Akuzat janë shpërndarë në media në Joqeja dhe jam arrestuar. Unë më para shumë vitësh kam kaluar kufirin në Gjirokastra dhe tashti më nxjerrin trafikant droge, përveç çdo bolatat nuk ka asnjë gjë, se para shumë vitësh mua më dhodhen atë telefon, e kam denoncuar dhe atë telefon ata është duke me në komisariatit, ku ta diun se çka kam bën ai telefon. I me qëndron pyetje këtu, në datë 15 shtator jam arrestuar për thyrje arresti që unë se kam thyrje dhe kam marrë inspektorën në telefon, kam drejt ca lekë që kishte të gjyqje, e kam vënë djeni, tha shko, ngritën kurthin, më rasen marina, kupton? Dhe kur kam qenë tjera, kam
3 ditë 72 orëshi. Po. Dhe kur kam dalë në gjykat, kam parë veprimet e prokurorit sallë gjyqit që me unë du të di prokurorin kush e pagujti. E pagujti në punojësit e policisë apo spioni, sepse në doli në sallë gjyqit prokurori me drogë. Ja kam përplas në gjykat në Elbasanit dhe në gjykatën apelit. Me pyetje, po të hapën kamrat, po të verifikohet në ngjarje, do shifin shumë gjëra. Se këto në vijnë për punin nati. Kuptoj. Dhe avokati ka marrë 2 milion lekë dhe s'ka bërë asgjë. Në këtë shqetësim do jetë ngëria. Jo, shumë mirë, bërë, jenë të drejtën tënde. Ajo që unë do ju sugjeroja është çdo pretendim që keni. Po jo ma sarë që unë e kam përplas, unë më vërtet kam probleme me drejtësi, nuk jam shef drejtësisë, nëse në drejtësia. Jo, dakor, se cili e zgjedh vetë atë. Një akuzës, një sakt, të përpallë mund me ligjin, po jo në bish javë kotë muti. E kuptova. Ideja është që, okay, ti je koshient për situatën tënde, por megjithatë në rastet të ngarkohet më shumë nga sa ti ke, ti patjetër që mund të hapësh proces dhe ta ndjekësh, mos e lësh pas dore që të keq përdoret apo keq shfrytëzohet apo ku diun, emri jot. Po për punin natë, se kjo çështja të çon se ti ma gjes, ma të veprim sa të gjyqi do të thotë që nëse ti po denonson policin, shko në burg. Ja unë po bëj këtë, ti s'm ke çfarë bën më. Edhe që shko në burg, unë kam bërë 8 muaj burg, nuk kam takuar familjen. Për çfarë arsye se kam takuar familjen? Po të vesh të shohësh, nëse si gazetar si media, po të vesh të verifikosh të gjëra, nëse më gjen që unë kam bërë një takim me familjen. Qartë, kuptoj. Tani ke mbaruar, ke mbyllur këto çështje. Këtu në Elbasanin mbyll, po kam këte në Gjirokastër atë shti. Që apo ja dhash përgjigjen këtyre, bandat këtu në Elbasan, të përgjigje të në Gjirokastër. Sepse nuk jam ai që të merrem atë sport, po të kisha bande nuk të eci punë tjetër. Po nuk jam unë ai i sport. Nuk jam. Qartë. Se unë nuk jam roja kufinë, unë mund të ikë si gjithë tjerë, a kupton? Për të shmang gjobën, kam kalu malit, kam ndalu, kam unë gjobë, kam pagujt. Si mas së regullit. Da unë si jam roja kufinë me ashtu tjetëri të ha unë. E qartë, jetë të drejtën tënde, s'kam çfarë them. Mirë, të uroj gjithë mira, faleminderit që morë dhe mbarësi. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Okej, kemi telefonat tjetër në linjë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Urdhëro. Klodi. Po. Jam një banor i Korçës. Para ca kohë të mora në telefon edhe ti më the të dërgosh atë. Ka. Ta dërgova me postë aplikimin. Nuk e di tani, e ke marrë për një shtesë pallati, e kisha mohabet. Me çfarë emër që duhet ta shoh pastaj pas emisionit i nderuar në zyrë. Tomi Seran. Kush? Tomi Seran. Edhe numrin e telefonit. Më duket se po, po duhet ta konfirmoj. Ke lënë numrin e telefonit në dosje? Po, e kanë lënë në regjie. Me 490. Jo në dosje, ke sill me postë. E kam sill në postë, po e dhash numrin e regjisë. Jo, te letra e postës ke shkruar numrin? Jo, s'kam shkruar numrin, e lash në regjia se ti kishe reklama. Mi ma lër mua numrin atëherë. Atëherë 069 42 93 490. 490. Po. Ka deja, tani ka erdhur, s'ka erdhur pasaj. Më duket se postës sikur e kam parë, por gjithsesi mos e merr si përgjigje përfundimtare, do të shkruaj pas emisionit. Dakor? Mirë, faleminderit. Përshëndet shumë, faleminderit dhe ju për telefonatën. Me tjetër, mirëmëngjes. Yes. Urdhoni. Dhe pyetje për a njihet vitet e shkollës mesme profesionale për femna për pensionin. Deri në vitin nëse kam mbaruar deri në vitin 93 po. Ja, para viteve 93. Po, llogaritë. Para viteve 93 llogaritë, e? Po. Shkollë profesionale kështu bujqësore.
Shkolla e mesme dhe e lartë llogaritën. E larta, jo e mesmja. E larta, më fal. E larta, jo e mesmja. Larta, Ndjes. pashemi. Jo. Larta. Falenderoj. Faleminderit edhe ty për telefonatën. Ja, pashe. Gjithë të mirat. Bukur. Në 7:49 minuta jemi në fundin e pjesës së dytë të programit. Vijon komunikimi me ju 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Alo. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Jam i banor nga Zallë Bastari, Bashkim Kurti, kam TP-ja, kam firma jo të mia, e nuk di se si të veproj. Për çfarë si të veprosh? Po jam i ngarku me prona, çfarë prona shkam unë atje, unë i 1000 metra tokë kam atje, edhe më kanë ngarku me firmë, me prona. Pra ti s'ke dhe të kanë dhënë prona? Po, më kanë dhënë prona, kam AMTP me firma jo të mia. Pra ti realisht nuk ke toka, nuk ke prona. Po, unë kam 1136 metra, jo ma. Po, të kanë vendosur më shumë. Po, unë dyshej ke firmat, nuk janë firmat e mia. Nuk e kam firmës veta me AMTP. Akti marrje stokës në pronësi. E di, po s'ke si e ke firmosur vetë, sa më të poja është e vjetër. Tani pretendimi juaj cili është, domethënë ti i ke marrë certifikatat për pronat e tua apo jo? Jo, nuk më kanë zgjidhur akoma. Kam shku disa herë unë atje, edhe bile më kanë bërë thirrje me një zbardhus aty në AMTP. Po pra, çfarë ka sjell kjo situatë për pasojë? Kjo sigurisht ka ardhur nga Zallë Bastari. Tani unë nuk po di se si të veproj më burri dhe ka 7-8 vjet se përpiqem anë. Unë akoma s'po arrit ta kuptoj problemin, me thënë drejtën. Gjë, Klodi. Unë kam një AMTP. Ajo faktikisht ka 1136 metra pronësi. Po. Edhe këto unë kam firmos shumë pak, se është dhe firma ime, por në disa vene është firmë tjetër. Si dhe veproj me këtë rast? Nëse ti mendon që ka falsifikime të tilla, të firmave gjitha me radhë, dërgoni çështje në gjyq. Po gjyqin tani atë marrë avokat, si të veprojnë. Po patjetër, nëse je përballë këtij pretendimi, sigurisht që do ta zgjidhësh nëpërmjet kësaj mënyre, se vetë nuk zgjidhet ajo. Se falsifikimi është vepër penale. Vetëm pa drejtësia. Po pra, falsifikimi është vepër penale, kështu që duhet të ndiqet në gjyq. Mirë. Faleminderit. Edhe ty faleminderit shumë për telefonatën. Presim tjetër. Mirëmëngjes. Përshëndetje Klodi. Përshëndetje, mirë se erdhe. Respekte për televizionin tuaj dhe për ju personalisht. Faleminderit. Kam një shqetësim. Banor të rrugë barikadeve, afër shkollës Sami Frashëri. Midis, domethënë mbrapa vilës 135 jemi në një pallat relativisht të ri. Nuk kemi marrë akoma certifikatat e pronësisë, shqetësimi tonë edhe i të gjithë banorëve është sepse hapësirat janë shumë të pakta aty, mirë po një lokal i cili u mbyll një herë dhe është rihapur prapë ka sjellë një kamion me lule dhe ka bllokuar komplet aq pak hapësirë sa ka. I kemi thënë një të policëve bashkiak, mirë po drejt me thënë edhe ezitojmë sepse po të bjetë origjina e kujt ka qenë ai lokal, mund të alstoni shumë shpejt. Tani problemi është lokali apo që s'keni marrë letrat?
Jo, problemi tonë është lokali, sepse ne edhe pak hapësirë që ka atje është zbarkuar, domethënë një kamion me lule të mëdha, me vazo, me njën tjetër ka zënë hapësirën publike. Ku ndodh kjo, në cilën zonë? Në mbrapa vilës 135 në rrugë e barikadave. Një pallat i ri. Është shumë i thjeshtë, domethënë. Midis rrugës Bardhok Biba dhe rrugës barikadave. Okej, mirë. Përmbajmë shënim, faleminderit. Nuk dy policëve të bashkisë, as kanë vënë ujë. E kuptova se jam vonë i nderuar. Faleminderit shumë për telefonatën. Para se të kalojmë në hapësirë publicitare, ndalemi flasim pak për pensionet private. Domosdoshmëria të cilave është në çdo kohë. Dhe kur them në çdo kohë, më besoni për këtë, sepse është rruga që do të çon drejt zgjidhjes së një problemi ndoshta më ekzistues në çdo kohë. Ju dëgjoni vetë pensionistët të cilët me të drejtë ankohen për pagesat e tyre mujore të ulta, po i futemi arsyeve se pse. Dhe e tillë vazhdon edhe sot situata. Pra, nëse ti ke një rrogë shumë të mirë, jep punonjës diku dhe del në pension pastaj me 1/4 ose ndoshta edhe më pak të vlerës të rrogës që ke pasur, imagjino se sa të vështirë duhet ta kesh për të përshtatur me atë pagesë dhe me mënyrën e të jetuarit. Pra, nga një rrogë shumë e mirë në një pension të ulët, duhet të jesh një menaxhues, por edhe menaxhuesi shumë i mirë të jesh, prap nuk të dalin, sepse në fund është matematik gjithçka. Dhe për ta rregulluar vetë këtë sistem, ne duhet që të mbështetemi te shtylla e dytë e pensioneve. Institucionet ndërkombëtare, financiare, por edhe shqiptare shpesh i bëjnë thirrje institucioneve që kanë lidhje me shtyllën e dytë të pensioneve që të kthejnë syt nga pensioni privat. Ta shohin si një mbështetje, si zgjidhje kryesore dhe si një alternativë e cila ofron zgjidhje financiare me pension të lartë në moshën kur ti plotson vitet për pension. Ka shumë lehtësira, jo vetëm financiare, por edhe në moshë. Pensioni privat në fondin Sigal, sepse ndryshe nga mosha ligjore që është aktualisht e përcaktuar në sigurimet shoqërore në shtet, përmes Sigal ju përfitoni 5 vite më përpara moshës ligjore pensionin. Ju i siguroni në radhë të parë parat tuaja, i investoni ato, i depozitoni në një llogari e cila është totalisht në emrin tuaj, vetëm 5 minuta kohë du të harxhoni, asnjë lek për ta hapur si llogari. Aplikacionin telefon dhe t'i sheh aty në kohë reale llogarinë tënde se si ajo lëviz në kuptimin e shtimit çdo ditë, çdo javë, muaj, vit dhe kështu me radhë. Sa më shpejt dhe më herët ta nisësh këtë proces, aq më shumë do të përfitosh sepse ti je nis me pak, pasi ke vitet në avantazh dhe në përfundim të 15 apo 20 viteve, në kuptimin e drejtë për drejtë të fjalës, ti bëhesh milioner. Telefononu numrin e poshtëm, vizito dhe rrjetet sociale të fondit Sigal për të mësuar më shumë, sepse aty ke edhe përgjigjet e çdo pyetje që ndoshta ju mund të bëni. Faleminderit Sigal. Publicitet vin pas pak në pjesën e tretë. Kthehemi në studio në pjesën e tretë të programit në 82 minuta avion komunikimi drejt për drejt me ju në 068 60 54 639 068 99 00008. Mirëmëngjes, telefonata në rast se e kemi. Presim pak çaste në fillim të kësaj pjese të tretë të emisionit deri në orën 8:50 jemi së bashku edhe sot në takimin e 10 qershorit të mërkurë sot, data 10 pra. 10 qershor 2026. Dhe me qira fjala, me që nuk kemi kohë në ditët e ardhshme, nga nesër në prej orës 22:30 minuta do të nisë emision special i dedikuar kampionatit botëror të futbollit, ku jo siç do të diel tashmë, po do të jemi çdo ditë nga data 11 qershor deri në finalen e madhe atë të 19 korrikut. Do të jemi së bashku këtu në Ora News nga ora 22:30 deri rreth mesnatës besoj për të përcjell kështu emocionet e kësaj gare shumë të rëndësishme dhe është e tillë në fakt sepse kemi të bëjmë me evenimentin më të madh futbollistik në botë, si kundër është kampionati botëror i futbollit, një kampionat më i gjatë në historinë e kësaj loje. Do të jenë rreth 40 ditë, pra janë 48 ekipet cilat do të garojnë me njëra tjetrën për të përfunduar në datën 19 korrik në finalen e madhe, pra nuk do të jetë një muaj, por është më shumë se sa kaq, pasi është hera e parë që kampionati botëror përbëhet me 48 ekipe, kështu që bashkë do të shihemi
çdo mbrëmje dhe çdo mëngjes pastaj. Do të jemi edhe në mëngjes për orës 7 deri në orën 9, në ora juaj. Për gjithë ata që na kanë pyetur se si do të procedojmë, pra në mbrëmje nga ora 22:30 do të jemi në ora sport dhe në ora juaj nga ora 7 deri në ora 9, kështu që do të qëndroni me ne të karikuar në çdo moment. Mirëmëngjes, telefonata, përshëndetje. Mirëmëngjes. Urdhroni. Si duket Klodi mirë? Mirë, si jeti? Unë jam nga Tropoja. Aha. Afrohem afër pensionit për 4-5 muaj. Po? Kam pas paguar disa vite bujk privat. Mirë, po tash po më thonë nuk quhen këto tash se nuk ke tokë. I ke paguar gabim? I ke paguar keq, domethënë? Jo, unë s'kam ditë gja kur i kam paguar, s'na kam thonë asnjë gjë ata. Unë tokën e kam mbi emrin e babës. Po pra, nuk të llogariten ato të nderuar dhe problemi është që nuk të kthehen as lekët do. Po mirë, nuk bëhet domethënë asnjë gjë. Jo, nderuar, është vetmja gjë në të cilën nuk mund të bëhet asgjë, le të themi. Okej. Faleminderit. Të lutem. Faleminderit edhe juve për telefonatën. Gjithë të mirat. Është historikisht problematike kjo sepse në kohë të caktuara është paguar keq ky lloj kontributi sepse njerëzit e kanë marrë si të mirëqen për të paguar, por pavarësisht kësaj ka disa kushte që duhen plotësuar. Pra jo çdo kush mund të paguaj si bujk apo si blegtor. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, si kalove? Mirë, si e? Po janë një qytetar në Selenicë e Vlorës. I cari i Vlorës. Edhe jam dhënua në një persona fshati armen e Rion Hodaj, po kam bërë kallëzimi si që jam shtruar në spital, më shapur dosja dhe ky prokurori më shtyn hetimet. Kam bërë një kërkesë te LDKP-ja, Tiranës. Për punën e dosjes. Po, kur vin si përgjigje? Çfarë them unë në shpirt kur vjen si përgjigje? Ditën e shtunë jam drejtuar. Ku je drejtuar? Me pos, po, LDKP-s në Tiranë. Po donja 10 ditë i do ajo? Të kthejnë vetë përgjigje? Po, patjetër. Faleminderit. Vetë të kthej sepse për sa kohë je drejtuar me pos, me kërkesë? Po, me pos jam drejtuar. Për punën e se ky e ka hapsi dosje ky prokurori Erion Murata edhe nuk e kalon për gjykim, po shtyn hetimet. Po çfarë pse u zut me konshill? Po ky më ka goditur edhe dëmtimi e shende akoma e pa zënë si krau. Më ka ngel në formë lëje edhe nuk janë ato xhunga të 4, i ka thyer 2 xhunga. Po pse? Më kalën me 2. Pse çfarë ndodhi? Po ndodhi mi disa aty ishte nga trua siç po vje për në shtëpi, ishte zë me një person tjetër, ky e dinte quante për mua, më goditi me shkope, më kalën atje në parcel. Nuk veprojnë ta të Selenicës, ndërhyn me raporte mjekësore. Je mirë tani? Po jo, si jam mirë akoma, që ditën që ka dhunuar. Kërkoja gjykimin e dosjes që ka ky prokurori Erion Murata. Kuptova, okay. Më shbër gjilpër atje në spital me pajit, ne vemi për të marrë shërbim, këta, si që ka arë për të marrë letrat, hajde t'i bëjnë një shufra. Gjilpër, bëri gjilpërën e nuk flisje, vetëm shikoje njerëzit që hynin në dhomë. Shiko tavani, që tha pasaj, e iku. Ky e si Gjovelli, oficeri policisë gjyqësore. E kuptova. Mirë, nderuar, prit përgjigjen se çfarë do jetë atje. Po, faleminderit. Faleminderit për telefonatën. Presim tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, si Klaudi. Mirë jeni? Si jeni ju? Mirë, faleminderit. Doja një pyetje, mu më ka vdek bashorti. Dhe tani do me i kalu emrin e Dritallave dhe të ujt Librezës në emrin tim. Po duhet kalosh edhe certifikatën e pronësisë në emrin tënd. Edhe certifikatën e pronësisë dhe kaloj në emrin tim. Po si, po unë jam vetëm me burrin në certifikat familjare. Tani kam dalë krye familjare dhe si duhet veproj? Do shkosh në atë mund ta bësh në Albania, nëse nuk e bën dot në Albania, do bësh përmes një noteri që do bësh kalimin e emrit nga bashkëshorti në emrin tënd dhe pastaj kur të dalë certifikata e pronësisë në emrin tuaj, me certifikatën e pronësisë në emrin tuaj, ti shkon te ujësjellsi dhe te operatori i shpërndarjes. Për të ndryshuar emrin e të dyja kontratave dhe të ujit dhe të dritave. Sepse kontrata e ujit dhe të dritave duhet të jetë në emër të atij që ka shtëpinë. Ka shtëpinë. Po.
Po këto më thënë, mu do të bësh një akt trashëgimie, sot, kur në një kohë jam vetëm me bashortin, certifikat familjare. Lidhje fare do të bëhet patjetër, po do bëhet ajo akti trashëgimisë sigurisht po. Do bëhet edhe akti trashëgimisë. Patjetër, te noteri. Te noteri. Patjetër që po se do dalë, do vërtetohet ai që ka humbur jetën. Po e kam thuar certifikatën e vdekjes, unë është vërtetuar ajo që ai ka. Duhet çelet dëshmia e trashëgimisë që të hapet procesi pastaj për ndryshimin e asaj. Faleminderit, kalofshi mirë. Të lutem, faleminderit edhe ty për telefonatën. Presim tjetër, mirëmëngjes. Qëndro lidhur, sa se do të lidhur. Po, jemi bashkë. Uleni zërin televizorit, alo. Urdhra. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, flisni. Kam një makinë të dhuruar nga vajza. Aha. Jo, po lere mos e ngatro vajza se po përgjigjesha dikujt tjetër, tani e ka radhën mamaja. Nuk po flet me mua, unë e kam hapur. Tani po flas me ty, po vajza e dëgjon nga televizori telefonatën e pak momenteve më përpara. Aha, po. Ule, fike televizorin, thoj, ule. Mbyllë, fike, ule. Po. Alo? Po, më thuaj, zoj. Kam një makinë të dhuruar nga vajza. Unë jam invalide dhe për herë të parë unë do përsëris dokumentat tash në shtator. Përfitoj gjë nga taksat? Më kuptove? Të kuptova. Je aktualisht invalide apo jo? Jam me kartel, me kështu, me... Po kur ta ka dhuruar vajza? Vajza ma dhuroj para 2 muajsh. Po unë i përfiton. bëj për herë të parë unë, në emrin tim. Besoj po. Përfitoj nga taksat se çfarë janë, nuk ka rëndësi ato që janë. Po, përfiton zonjë, invalidet po, përfitojnë. Edhe doganën po ashtu. Përfitojnë. Po, faleminderit. Unë përfitoj, domethënë. Po. Të gjitha, çfarë janë aty që për mal ligji i përfiton. Po, e dashur. Faleminderit shumë, gjithë të mirat, gjithë të mbarë. Asgjë dhe juve. Presim tjetër, mirëmëngjesi. Unë jam Zef Palpjetri nga qyteti Rubigut. Po? Kam për problemin e pensioni, jam 75 veç. Po? Më kanë bëje, ato s'më kanë të në primjenos janë të është problemet, një. E kam bërë pensionin me 36 e 4 muaj, ato doshin 36 e 6 muaj, po kam 12 vjetë punë të ranë meteorologji, më kanë të shpërblimin meteorologji e muaj. Qishë bëhet punët, faleminderit. Dëgjo pak tani. Ti në pension kur ke dalë? Unë pension kam dalë me 31 muaj 2016. 2016, me sa vite punë? Me 36 thonë të, e 4 muaj, unë i di se kam pas 36 e 6 muaj, pe i ka ra një vjetë a i sumë në shështor rësheni, sa s'ke nevoj i ka ra kryshë një prezi. Janë dokumentat leshtë, faleminderit. Qfarë, sa ke pensioni? Pensionin sot për sot e kam 253. Ti s'përfitove shtes nga janari? Nga janari, po e kam punë të ranë meteorologji, dhe më getron më ka thënë kjo të resha rëshenit të zeft të kohë, tha se kam bëga 2 punën tonë, i ka qo kërkesa, lasë më ka të kej përgjigje. Çfarë kërkesa i ke quar? Ka qo kërkesa ati në sigur shesnëvor për të verifikuin dokumentat, kash. Kush e ka quar? E kam qo unë, me post. Jo, nuk bëhet me post e ke për gabimin ndëruar. Në rase është kështu si thoni ju dhe ti e pension urbani plot, ty të takon 18.000 lekëshi. Po ca vjetë punë duhet në 2016. Je brënda asaj që duhet. Se jo janë dalë një kanë sa, jo thot për 2 muaj nuk ke përfituaj. Se sa ke ti? Kush e lezha? Po sa ke pra, sa vite ke? Kam pas 36 e 4 muaj me sa vite ke dalë, jo sa ke pasur? 36 e 4 muaj kam dalë. Ka që ti janë njohur? Njëfët, ha? O i dëruar, ka që ti janë njohur, them si vjetërsi në punë, me ka që ke dalë? Po, a pinu e të punë në aranë me të rëgji? I dëruar, me sa vite ke dalë në pension? Unë kam dalë me 36 e 4 muaj. Sa vite ti janë njohur? Me njoftë ato i gara vizë, mi umë një njoftë të në 36 e 4 muaj. Po, ka që ti janë njohur? Po. Në rregull e ke pra. E përfitoj, ha? E përfiton, por duhet bësh diçka. He. Në Jelbenia të bësh një kërkesë për rishërtim pensioni, jo me post, po në Jelbenia. Albania me s'marrë versje me vjetër. Po, duhet ta bëj dikush me patjetër, sepse vetëm kështu zgjidhet në rast se është bërë gabim. Me Albania ta bëj një dikush, faleminderit shumë falë se qetësova. Kërkesë për rishërtim pensioni. A thum takon?
Nëse është kështu si thua ti po, nëse është ndryshe jo pastaj. Jo, kështu për zotë 36-4 muaj, për janë 12 vjet me grupin e meteorologji Rubik. Nëse është kështu si thua ti po, pra nëse je urban i plot, po të takon. Faleminderit shumë për të parë. Je mrekullueshë, kemi respekt tan qyteti Rubikut për ti. Shumë faleminderit. Shnet, mirë poshtë. Mirë, jeni mirë edhe juve. Telefonata mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Po. Desa të di se dëgjova parafolsen për kurrë sigurimeve të siguracionit të taksave të makinave. Jo, siguracioni jo, në asnjë rast siguracioni jo. Taksat edhe mundet, po siguracioni jo. Po dëgjova nga ju që edhe dogana? Po, për invalidët. Invalidët edhe dogana? Po. Wow. Shumë faleminderit që e mora këtë informacion. Ka qenë gjithmonë kjo? Nuk e di, unë tani po e dëgjoj. Shumë faleminderit. Të lutem. Faleminderit edhe ty për telefonatën. Jemi në pjesën e tretë, në 8:14 minuta. Vjen flasim me ju në 068 99 00008 068 60 54 639. Alo. Mëngjesi. Mëngjes. Jam një dëgjues ndalues që kam një problem me shtëpitë, legalizimin e shtëpive. Ule zonin televizorit. Po. Jo, këto di. Po dëgjoj. Jam nga lagja Gjevdene Pravica Lushnja. Aha. Kam 21 vjet që kam aplikuar për legalizimin e shtëpive. Po. Kam vajtur me qindra me 10 herë. Kam paguar dokumentet ato që jam bërë fillim toka që shmato këtu shtëpia. Kam vajtur përsëri në 2019, ku ishte Adisa për me shkrim. Bëra kërkesë me shkrim, e qova të Kazasa, dhe më kthye përgjigja që janë 8.000 dosje, dhe do të fillojnë viti 2005-2006. Dhe unë e kam të viti 2005 që kam bërë për shtëpi. S'më është kthyer asnjë përgjigje. Kam vajtur para një muaj të Kazasa prapë. Dhe më thanë ata punonësit që duhet ta bësh me postë. E bëra me postë. Dëgjoj pak, nese, do të thonë e gjitha çfarë do të thuash, do dalim që s'ke marrë akoma përgjigje apo jo, apo ke marrë një përgjigje? S'kam marrë asnjë përgjigje. Në cilin vit është bërë aplikimi? Aplikimi është bërë në 2005. 2005, e keti dokumentin e vetë deklarimit apo jo? Po, i kam të gjitha, i qova me fotokope me traktar që për në posta që dokumentat që në shtëpi. Dokumentin e vetë deklarimi që vërteton aplikimin 2005, e ke? E kam. Si mund të ma sjellësh? Ku ta sjell? Me jepi numër telefoni. 068 27 27 apo 47? 27. Okej. 91 017. Po të lë një mesazh që të më dërgosh vetëm dokumentin e aplikimit. Po ta dërgoj në WhatsApp apo ato të Po ja të kam shkruar tani një mesazh aty, pasi të mbyllësh telefonin e ke. Faleminderit. Dakor? Dakor. Faleminderit juve për telefonatën. Bukur shumë. 8:17 presin telefonat tjetër në 068 99 00008 068 60 54 639. Alo? Mirëmëngjes zonjë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kisha një ankesë se kam për burrin që ka dalë pension, ka vite, po nuk përfitoj këtë kompensimin 1.800 lekshin. Po, kur ka dalë pension, zotëria? Ai ka dalë në vitin në 2017 ka dalë. Me sa vite punë? Dhe kur tashi te vitet ky tani nuk e plotson për 5 muaj. Lutem, shkurt do ta them. Për 5 muaj nuk e plotson dhe këto justifikojnë që nëse nuk e plotson këtë nuk përfiton kompensimin 1.800 lekë. Në Librez, kë ka një vit asistencë kur janë bë llogaritjet e pensionit gjatë viteve. Kishte shumë vite që s'e kishin hedh. Ja njofën disa vite. Bëm kërkesa, ankesa, kemi hiq shumë, domethënë, mbas daljes pension. Ju njofën dhe këtë vit ka një vit asistencë që është djegur bashkia Shjak dhe thonë nuk mund ta vëmë, nuk mund ta shtojmë. Dhe ne atëherë lam se thamë hajto një vit mendum. Mirë po në këtë rast tani ky viti mund t'i vlej shumë se 5 muaj mungon vjetërsia. Sa vite ka?
Urdhër? Sa vite janë njohur? Ju njohën gati 6-7 vite që si kishin gjetur e u gjetën mbrapa. Me sa vite ka dalë pension zotria? Me 35 vjetë, nuk e di mungojnë 5 muaj se se kam atë. Në 2017 duheshin 36 vite zonjë dhe çdo person qoftë edhe një javë nëse nuk e ka. Ka pas 35 vite e 7 muaj. Nëse nuk e ka çdo person qoftë edhe një muaj apo një javë nuk e Të kuptoj pra, e kam shumë të qartë. Tani problemi po pyes për këtë vitin që ka pas asistencë 92-93, që është djegu institucioni dhe ky ka hedhur në librez. Nuk llogaritet. Dhe mund të shtohet dhe plotësohet ajo vjetërsia që fitoi kompensimin. Po, ky ka qenë diskutimet kryesore që kanë bërë edhe personalisht me drejtues të institutit në fakt, por ka një gjë e dashur. Asistenca në rast se nuk reflektohet në dokumentet e institucionit, për arsye si kundër kjo që sapo thatë, pra mund të jenë ndjegur, nuk llogaritet vetëm për faktin që janë në librez. Por unë di që ka qenë një ligj që kur digjet institucioni njifet, po tjetë edhe në librez. Kjo për efekt vjetërsiesh nuk do t'i shtojnë një lek ati nuk. Ajo që thoni ju që ka një ligj që njihet kur është për ish kooperativat bujqësore. Ka mund që ta kesh librez të rregullt me vule me gjitha. Nëse ju intereson mendimi im, unë jam me juve dhe kam ngritur unë këtë si diskutim. Kuptoj shumë mirë, kuptoj për logjika të thot tani për atë vit, për kaq muaj nuk përfiton kompensimin. Dhe ai ka pensionin 310 dhe ai duhet të shkonte të paktën te 400 që ai nuk e përfiton. Për çfarë? Për një gjë që varet fare nga se thosh, është djegur bashkia. Dhe për fat keq nuk rregullohet, me thënë drejtën. Nuk ka mundësi kjo, për efekt vjetërsia me ashtu atë vit. Për fat keq jo. Doja të thoja po, por nuk të gënjej dot. Jo, nuk po them të ngjihen, unë prandaj tu drejtova që është e saktë logjika që ju ndiqni dhe moralisht duhet funksionon kështu, por ligjërisht funksionon ndryshe pastaj. Është gjuna të humbi tani për dava 5 muajsh, për 5 muaj. Kur unë jam pensioniste, unë e marr për veten time. Edhe unë kam një kalvar, se këto sigurimet kam një kalvar, jo nuk më veni shkollën, jo më veni këtë, me vite duke u interesu vetë, do më thënë ato si ku përtojnë me letrat. Që duket. E vërtet, por që thash. Sigur se kanë shumë më të... Shkon gjyq, thonë ata, përgjigja atyre shkon gjyq. Ese, dhe sikur të zgjidhe me gjyq, pastaj nuk ja blen ajo, sepse ti do sa llogaritë të tjera. Shkon në gjyq, domethënë. Ku mendova sepse nuk llogaritë zonë që të rëm hapësirë të tjerëve, faleminderit shumë. Iki me telefonatën e radhës, alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, si alo. Mirë si jeni ju? Kam një problem. Po. Mund të pës thjesht se nuk jam i dënuar akoma, po më mani prokurori për i 05. Më ka lënë arrest shtëpi 14 muaj. Okej. Edhe nuk e di për punën e amnistisë do të flisja. Po, besoj po, e përfiton, ajo tani do të kaloj javë që vjen, besoj, ose nesër në parlament dhe me sa dëgjoj nga vepra është do jetë ndër ato që do ketë përfitime. Edhe kam 14 muaj, po kam edhe fëmijë dhe nuk dal dot. Po pra, janë veprat të cilat do të përfshihen në amnisti. Sipas asaj që është thonë, ose? Po, sipas asaj që... Sa ke bërë në shtëpi? Në shtëpi kam 2 muaj, 12 muaj kam bërë një vit, kam bërë më. E ke edhe një vit. Besoj po, nesër do qartësohet fikse si do të procedohet. Më kupton? Okej. Faleminderit shumë. Marë respekt. Gjithë mirë, faleminderit edhe juve. Do të kalojmë para se të shkojmë në publicitet, flasim edhe një herë. Pra shikoni sa shumë probleme, domethënë njerëzit kanë punuar, kanë kontribuar, kanë marrë asistencë, kanë marrë raporte lindjes dhe prap janë këto problemet. Për 5 muaj nuk përfiton dot pensionin e plot. Okej, kjo është ligjore pastaj, por është edhe faktike që e ka bërë atë punë dikush, shumë persona. Ka një zgjidhje, nuk kemi as pak se pse të presim qoftë rastësinë apo qoftë performancën e mirë të institucioneve nga ana e financave në mënyrë që të shpërndahen ato lekët që në ekonominë e madhe janë goxha, por që në ekonominë e xhepit për secilin janë thuajse asgjë. Me pensionin privat në fondin Sigal nuk ka pyetje apo dilema të tilla që sa vite do më jetë kjo periudhë, a duhet shkoj në gjyq jo. Nëse ti sot hap një llogari për pension privat në emrin tënd për 5 minuta me kosto zero, ti që aty je i përfituar.
Je përfituar sepse çdo kursim që do ta kesh në fund të muajit je depoziton aty në emrin tënd për llogarinë tënde dhe këto para do të shtohen çdo ditë më tepër. Kthimi vjetor për rreth 4.6% në fondin Sigal është një diferencë shumë e madhe mes asaj që ti investon apo kontribon dhe asaj që përfiton. Kështu që mos duket çudi që në harkun kohor të pak viteve ti të kesh miliona në llogarinë tënde, të cilat i shfrytëzon si të duash ti. Dhe përveç kësaj, pra përfitimi të drejt për drejt financiar për pension, i cili është i trashëgueshëm dhe nuk humbet kurrë, ke edhe përfitime të tjera në kuptimin e tatimeve, të taksave, si punëmarrësi ashtu dhe punëdhënësi, por edhe vetë qytetari që bëhet pjesë e fondit Sigal ka përfitime rreth 50% më pak shpenzime në spitale, uljen përqindje të konsiderueshme të siguracionit të detyrueshëm të makinave, kështu që janë disa shpenzime të cilat ne i kemi. Rrallë, por i kemi. Po mund ndodhin edhe shpesh. Atëherë pse duke pasur vetëm një kartë që je pjesë e fondit Sigal, ti përfiton. Ke dhe paratë tua, pra, domethënë, rreziku dhe mundësia për të mos fituar është zero, ose më poshtë se sa kaq. Ndaj investoni dhe ju të ardhmen tuaj, duke nisur nga sot në fondin Sigal, është zgjidhje ideale për pensionet private në kushtet aktuale. Gjithçka është në favorin e qytetarëve dhe në rast se mendoni që nuk është kështu, pyesni të afërmit tuaj që jetojnë jashtë shtetit. Ata të cilët çdo vit që vinë në Shqipëri, shkojnë pranë zyrave të Sigalit dhe hapin një llogari pensioni privat atje, sepse bëjnë diferencë lehtësirat këtu me kushtet që kanë atje në vendet ku jetojnë dhe punojnë. Pyetini ata dhe pastaj merrni hapin e rëndësishëm dhe shumë të domosdoshëm për jetën tuaj. Kështu që faleminderit Sigal. Ne do të kalojmë një hapësirë të shkurtër tjetër publicitare apo kemi kohë për telefonat. Kthehemi në studio në pjesën e 4 dhe të fundit të programit për sot. Mirëmëngjes telefonata, përshëndetje. Alo. Flisni, mirëmëngjes. Alo. Uleni zërin e televizorit, zonjë, ju lutem. Alo. Zonjë, më dëgjon nga telefoni, të lutem. Po. Më thuaj. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Klodi jeti? Po. Klodi. Po, zonjë. Dëgjopte, unë po marrë një pension 50.000 lek. Nuk ja dal dot, jam e sëmur, me ilaçe, si ta përballoj dot. Si ja bën? Po si ja bëj. Me vaj, me klip, po. Në këtë jetoni jo? Jetoj me djalin, pa e ka rrogën shumë të ullët, 400.000 lek. Vetëm me djalin jeton? Po. Ku punon djali? Djali punon në Ako aty, në Ardeno. Po nuk jo dalit të 450.000 lek? Po kemi kredi për të larë. A, keni kredi për të. Qa moshe ka djali? Djali ka moshën 30 vjeç. Dhe s'ka mundësi për në një punë me më shumë të ardhura? Po, nuk ka. Kuptova. Nuk ja dal dot me 50.000 lek që marrun të burri. Ku jetoni ju? Ne jetojmë këtu në Tiranë me qira. A me qira? Po qa kredi e thua pësaj? Po, kredi se kemi marrë një shtëpi e kemi marrë me kredi. Nuk ka përfunduar. Po pse shkon djetor se shtëpia ati? Po nuk ka përfunduar apartamenti. Aha, pra je dhe me kredi dhe me qira? Po. Po. Më thuaj. Zonjë? Miru, urdo. Po, më thuaj. Po nuk jetoj dot, nuk ja dal dot. Po, çfarë kërkoni?
Po, kërkoj rritje e pensionit, se s'ja dal do t'jo me ilaçe, jo... E kuptova. Mirë, të përshëndeset, përqafoj, faleminderit shumë. Të përqafoj dhe unë ditë mbarë pas. Gjithë të mirat e dashur, faleminderit. Kemi telefonat tjetër në këto 15 minutat fundit të programit për takimin e sotëm në 068 60 54 639 në 068 99 00008. Alo. 068 99 00. Uleni televizorin, ju lutem. Alo. Orna, Klodi, ju jeni? Po, Klodi jam. Mi më gjesë. Jam një plak, më fala, se të të shqetësoj. Më thua. Kam një halë. Una nuk më japin lekët e kompensimit tokës, i kanë marrë të tjerët, jam 80 vjeç, jetoj vetëm, jam e shvunme, kuptohet, kam e qokë si Çfarë nuk e marrë? Nuk kam marrë kompensimin e tokës, hojnë ka dalë, i ke merë në bankë. Vete në bankë, nuk ka gjam bankë, unë i numër kam logarie, nuk kam dysës, jam afarise në më. Unë jam plek një e dyta, jetoj vetë me treta invalide, grupi 2, kam shumë gjama. Unë jam përru, kam e gjokë në 7 tjerë, që që kam nevoj, hazema, kam një shpes këti. Çfarë kompensimi është kë? Kështë i tokës që ka lanë prindit, gjyshit, e ke parasysh. Çfarë kosti ke marrë? Çfarë kosti ke marrë, zonjë? Jo, una ka marrë vetëm 30%, 70% nuk ma kanë dhanë. Pse? Se vojta vetë ka AKP-ja unë, mora taksin 60.000 lekë nana, nëse më ndihmoja i që unë shqyqyr ishte inxhinjer, ka në njerës mirë, një banin vend ato, në erdhe këtu e mora 700, se ishte 30% i bite 700.000 lekë. Kurse 70% më thanë më ikse e kënë bankë, vojta në bankë i ka marrë të gjitha, kam ba kërkes drejtorisë ati ministrisë drejtësisë, i kam ba, më ka kry përgjigjen AKP-ja që lekët janë në bankë, edhe nuk janë këthy, thot. Dakord, po më kuj bankën, zotni, unë i bankë kam. Aty ke mora 30, aty ke mora 30. Aty ku mora 30, s'kishe gjë? Ja, ne, ke mori ne të shi kam ja 3 ditë, 4 ditë që vojta mora, atë ka më ka dhana jo zonja, atë që ka parë, që skidën e asajt, kish ka ma leka, ma vetëm 700.000. Edhe më tha nana ka, po që që shërëm do ti, le të më marrin mu, ka dhane numër telefoni ajo. Po, a e more? Jo, zemra, jo. Se? Qëtë marë? Ato që të dha numërin, bro. Po vojta unë jo, ajo ma dha që të veja unë, në KKP-ja. Nuk shkove, ku banondi? Ka e përballoj do të në Elbasan, nuk e përballon nana vetëm, tash kam 11 thika, jam operu, 7 i kam gjokësit, kam nevoj, gjithë i morën, unë nuk ka gjenaf, pa njeri. Jeton vetëm? Vetëm fare. Ne më të kujtësh dosja, zonjë? E imja, e ngjellusha api, e imja. E imja është nane, e imja, jam gjallë vetë, e imja zemra. Terë, shef jeni me sëmë, nane. E ne... Edhe njërë emri të lutëm? Angjelusha Arapi. Më thëmë bangën, bravo. Emri dosjes? Dosjes? Ka e di nana do të në turë, për që do të... Se di emri dosjes, po s'pjës do të në ashtu? Jo nana, ka e di në me në qëtë kujësu dosjet i në në pe... Emri dosjes më duhet mua? Po këto kërkesa që i kam bahun, ati... Gjej emrin e dosjes të lutem e dashur edhe më thuaj pra. Sepse më duhet emri dosjes për të pyetur. Mirë, edhe flasim prap nesër. Mirë do marrë atë në unë avokatën, se do të ashu sa e avokatën e mura, unë më tha, pa që e tha banë qyqë, që është po të i mileve 700.000 bia, që gjysh do bësh, kanë të në ti, e në unë. Jo, merë emrin e dosjes edhe ma trego pas të mirë? Bafshaje, dhe i se masaj do marrë avokatën, falinderit shumë. Falinderit edhe juve, falinderit. Asgjë të lutem më vjen keq. Falinderit ju për telefonatën, kemi tjetër në linjë? Alo? Pinje. Më kënje mirë.
Ikim me tjetër 068 99 00008 068 60 54 69. Alo. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Ndjes. Po. O Klodi. Urdhëro. Dëgjoj. Unë kam vite pune 37 e 8 muaj. Dhe këtë kombesim nuk mora as edhe një lek. Sa vite? Kur ke dalë pension? 2021, 5 janar. Me sa vite? 37 e 8 muaj. Çfarë pensioni ke? Ato më thanë që ke të pjesme. Jo, nëse të janë orë kaq vite nuk e ke të pjesme, ke të plot. Sepse në vitin 2021 e kam të shkruajtur 37 e 8 muaj. Në vitin 2021 janë dashur 37 vite e 4 muaj. Por të konsideruar. Edhe nuk as edhe një shtesë nuk kam marrë. Tash ku të shkoj unë, Klodi? Nëse se di pse ta kanë thënë të pjesshëm. Nuk e di. As edhe një lek nuk kam marrë. Ku jetoni ju? Në Tiranë, Klodi. Do të bësh kërkesë? Vajta dhe tek ai zotria që dilte në televizor, tek ka pjesa tjetër. Vajta tjetër nuk e ke të pjesshme më sa mua. Nuk e ke të pjesshme apo e ke të pjesshëm? Nuk e ke të pjesshme, tha. Më fal. Zonjë tani ose se janë përballë dy qëndrimeve të ndryshme. Ekspertit ka thënë i pjesshëm, ti më thua kaq vite. Nëse ke kaq vite është i plot, ose mi thua ti gabim vitet, ose ka thënë ata. Klodi, unë ta dërgoj. Kam 37 e 8 muaj. E kam të shkruajtur me letër. Dhe kur ke dalë në pension? Me datën 5 janar të 2021-shit, e ushtua dhe 4 muaj të tjera dhe unë i plotësova janari, shkurti, marsin, gjë në prill. Me 1 maj kam dalë. S'ka lidhje, jo. Nga data 1 janar 2021 deri në 31 dhjetor 2021 janë dashur 37 vite e 4 muaj. Unë e kam 8 muaj dhe as edhe një, Klodi, as edhe një lek nuk kam marrë, por kokën tënde, Klodi, as edhe një lek. Jo, kokën ti me lërët i se më ke gjë mua, po. Jo, më fal. Dëgjoj pak, dëgjoj zoj. Nëse je me kaq vite të takon, nëse je me më pak vite nuk të takon. Gjithsesi, ajo që vlen në raste të tilla dhe për gjithë ata të cilët janë në këtë lloj situate, është e Albania te rubrika kërkesë për rishqyrtim pensioni, plotësoj atë dhe të vjen përgjigje. Ushim se nuk e them dot edhe një herë, Klodi. Për rishqyrtim pensioni. Po, ta bëj kërkesën. Po, vetëm ashtu mund të zgjidhet, si? Po ku ta bëj kërkesën? Në Albania, e ke aty në Albania. Po, në Albania, kërkesë për rishqyrtim pensioni. Dakor, të lutem, faleminderit edhe ty për telefonatën. Presim tjetër, mirëmëngjesi. Nuk e kemi për momentin, për pak çaste në këto minutat fundit të emisionit për takimin e ditës së sotme në 068 60 54 639 068 99 00008 për ju. Mirëmëngjes. Alo. Alo, mirëmëngjesi, Klodi. Mirëmëngjes, zonjë. A keni mirë? Mirësi, Mirë, faleminderit. Deshta për me të tregui ka marrë dokumentet aty të Sigali, po me që me të nisë, nuk bate me nis me ta numra. Si, çfarë ke bërë dhe njërë të lutem? Dokumentat që më ke thënë me nis dokumentat e Sigalit për atë problemin që kam pasur, më kanë marrë 714.000 lekë për 4 S'më ke nisur gjë? Jo, nuk ti kam nisë, nuk bojni ta numra me që me të nisë. Ma jep numrin tënd të telefonit. Urdhna? Me jep numrin tënd të telefonit, zoj. 069 Po. 27 Po. 488 23. 23 po 43? 23. Okej, kuptova. Falenderoj. Falenderoj ty, zemra. Me qa mund të njësit është? Ja, do të kontaktoj. Mirë shpirt, pra. Falenderit. Edhe ty falenderit. Mirë pash. Falenderit. Mirë, dëgjofshim, presim tjetër. Telefonues, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Dëgjova pak më para që the për punën e këtyre siguracioneve privat në Sigali. Po? Dhe me që unë jetoj jashtë shtetit, tani ka mundësi për shembull që unë të bëj siguracion privat. Patjetër që po. Patjetër që po. A lejohet me në mënyrë private? Sigurisht. Prandaj edhe
Në lidhje nuk e di e kenë temë të lidhjen e kësaj proteste apo nuk lejohet. S'ka lidhje thuaj çfarë duash. Ore, dakord jemi të gjithë me këto protestat. Po tani, të vish nga jugu dhe të shikosh në çdo ndërmarrje shtetërore të ri një drejtor 10 vjet, sikur nuk ja vlen, ç'a bëj kështu. Që aty duket që është qelbur vendi, është qelbur drejtoriet e gjitha. Është skandal valla. Po. Dhe në kohën e Zogut dhe kanë qenë në kohën e Enverit nuk i linte njëri 10 vjet një drejtues. 2-3 vjet e këtumta. Prandaj është gata nisur kështu ky vend valla. Është gjunana Zoti valla. Prandaj është gjunana Zotit. Tani dëgjova dije këtu mos atë me emrin e qytetit, kanë dalë të PS tani dhe u thonë njerëzve që do vinin të premten se ç'a do bën Tiranë me detyrim, thoshin sa çuna aty që punojnë punë shteti. Po ç'është pse akoma me detyrime do vazhdojnë. Kur thua. Kjo nuk e di, kjo është për të habitur. Klodi. Ku jetoni jashtë ju? Unë në Greqi jetoj. Nuk kam me detyrim aty, edhe ku ndorohet, unë rri në Ishu, atje ku ndorohet, ta them shembull, ndorohet një kryetar bashkie, ndorohet një drejtor, një drejt kështu. Nuk ndorohet tani çesa xhinje, çam thon tani ç'gjë gjë, është gjunana Zoti vëlla tani. Ka dalë se Shqipëria në këtë dhe bëjnë gjë më të mirë studentat që janë ngritur gjithë të rinia shqiptare. Është gjëja më e mirë. Ja unë do vetë sot atje vetëm po them. Të drejtë ke i nderuar. Ndërsa për sa i përket të parës, patjetër që mund ta bësh dhe bëje se ke me goxha përfitim. Po nuk krija një drejtor të 10 vjet, ç'është kjo që mund. Një drejtor 10 vjet, pa lëvizur e kam pronën time. Këtë pronë e tyre kanë babaju ka lënë apo nëna. Është gjë. Që do vishti me mua me detyrim, po të se çunave di. Të mërshme. Në pronë aty. E të mërshme. Faleminderit. Faleminderit ty, dashur qimore, gjithë të mirat uroj. Faleminderit për telefonatën. Jemi në momentet e fundit në 8:46 minuta dhe 2-3 minuta kohë deri në përfundim besoj dhe po një apo dy telefonues të tjerë në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, të lutem ulë zërin e televizorit, zonjë. Po, më thuaj. Unë jam një dëgjuese juaj dhe kam marrë telefon para disa kohësh për statusin e naftëtarit. Kam punuar. Po, pa ul do zërin televizorit, zonjë, se jemi edhe në fund. Po. Edhe të kam folur një herë për punën e statusit dhe nuk më ke kthyer përgjigje. Mund të më sqarosh pak? Po për çfarë të kam kthyer përgjigje? Cila është pyetja juaj? Kërkova për statusin, të tërë kam marrë dhe unë kam punuar në Ekurur brenda rrethimit të uzinë. Të tërë kam marrë statusin, unë edhe 2 shokët e punës time nuk e kam marrë. Ku jetoni ju, zonjë? Në Vlorë. Po kam jetuar në Ballësh dhe kam punuar në Ballësh. Nuk ka një rast që i takon statusi dhe nuk e ka marrë, zonjë. Urdhë? Nuk ka asnjë rast që t'i takoj statusi dhe mos e ketë marrë. Po, mua më takon dhe se kam marrë, prandaj kam bërë kërkesë tek ju. Si e keni emrin ju, zonjë? Leonora Begaj. Babaj? Muhamet. Begaj. Kur e ke kërkuar te sigurime shoqërore, çfarë të kanë thënë? Më kanë thënë që kjo gërëm ty nuk të takon që të punosh të marrë statusin. Po. Ke pas lidhje me naftën brëndaj. Urdhë? Sepse s'ke pas lidhje me naftën brëndaj, por gjithsesi do pyes në sigurime shoqërore dhe besoj nesër pas nesër të kthej përgjigje. Lutem, kam pasur lidhje, kam punuar brenda rrethimit. Po s'ka lidhje ajo me atë? Mbushin si vagonat me solar. Mirë, o Klodi, ku më ta takoj kujtim Hoxhën të rritë të sqarohen? Të pyes e dashur edhe të them nesër ose pas nesër, dakor? Shumë faleminderit. Edhe ju faleminderit shumë për telefonatë. Kemi kohë për të fundit apo? Shpejt. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, vetëm pak shpejt se jemi në limit. Kam dërguar një AMTP për të tokën që kam në Rushkull që me 299 fund numri i telefonit. 299. Që më ka prob ajo ka dasa i përgjigje që 6821 apo jo? Po, 21, po 38299. Ja tash ku më keni nisur. Edhe me ditë sa bëhet për atë përgjigjen atë. E ke problem të manisësh edhe njërë, sepse mesazhi më është fshirë, e ke me kohë?
E do të kemi bërë keq, gabim të. Kemi 24 orë dhe unë e kam parë me vonesë. Ma ke nisur datën 2 qershor. Ta nisur ke WhatsApp-i. Po aty ku ma ke nisur në parë, sepse ka qenë me kohë dhe është fshirë si dokument. Faleminderit. Ju dhe të gjithëve që u bët pjesë e programit, deri takojmë gjatë ditës në lajme dhe nesër në emision. Ditë bukur.